Raporti I fundit I ambasadës së fëmijëve me Gjashi për vitin e kaluar flet për shkelje të mëdha të drejtave të fëmijëve. Në numrin SOS të kësaj ambasade është kërkuar ndihmë për 111 fëmijë. 46 prej atyre që u janë shkelur të drejtat janë të moshës prej 6 deri në 16 vjeç, 16 fëmijë janë nga mosha 0 deri në 5 vjeç, 12 janë të moshës nga 14 deri në 18 vjeç, ndërsa për 37 fëmijë mosha është e panjohur. Najgolem broj na problemi so koji se soqyva deca. Numri më I madh I problemeve me cilat përballen fëmijët janë procedurat e divorcit të prindërve. Fëmijët janë viktime e shkeljes së procedurës gjatë divorcit të prindërve. Problemi I dytë me të cilin ballafaqohen fëmijët në Maqedoni është dhuna në familje, ndërsa zakonisht femrat janë viktima e dhunës. Problemi I tretë I cili është aktual janë fëmijët pa shtëpi, të cilët detyrohen të sigurojnë mbijetesën e familjes. Gjatë vitit 2016, linjën telefonike për ndihmë direkte materiale e kanë shfrytëzuar gjithsej 138 qytetarë. И во текот на 2016 година Gjatë vitit 2016, 138 qytetarë janë drejtuar në ambasadën e fëmijëve me Gjashi, ndërkaq 475 kanë marrë ndihma materiale. Këto janë familje të cilat rregullisht I shfrytëzojnë këto shërbime. Nga ambasada e fëmijëve kërkojnë nga institucionet kompetente shtetërore, posaçërisht nga Ministria për Punë Sociale, që të ndihmojnë në zgjidhjen e këtyre problemeve.